Dhe besimtar, të gjithë njerëzit kërkojnë lumturinë. Disa në pasuri, disa në famë e disa në kënaqësi kalimtare. Por besimtari e di se lumturia e vërtet gjendet vetëm në afërsi me Allahun subhanahu wa ta'ala, në bindjen ndaj tij dhe në paqen që e sjell imani. Domethënë që shumica e njerëzve kërkojnë lumturinë. Mirë po lumturia nuk gjendet përveç se nëse njeriu i kthehet rrugës Allahut azza wa jalla. Disa e kërkojnë lumturinë në mënyrë të ndaluara. Mirë po ajo është lumturia e përkohshme. Kryhet ajo kënaqësi, pastaj domethënë brengat fillojnë prapë. Mirë po njeriu nëse i kthehet rrugës Allahut azza wa jalla, nëse adhuron Allahun azza wa jalla, njeri ka me gjetë lumturinë edhe nëse jeton në paket, edhe nëse jeton në sokak, edhe nëse nuk ka çka me hangër, çka me pi, vallahi imani kur të hin në zemrën e tij, ai ka me qenë njeri më i lumtur. Pse? Se e ka gjetë krijuesin. Edhe e di se krijuesi i tij nuk e lën dot. Edhe kemi shembuj me qindra shembuj kemi në jetën, në historinë islame. Një prej shembujve e kemi Ibrahimin a.s. A nuk mujti Allahu azza wa jalla me lënë mu delu Ibrahimin a.s. Mirë po e qitën në zjarr edhe i tha ja naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, o zjarr, bënu paqe dhe shpëtim. Jo vetë paqe, mirë po dhe shpëtim për Ibrahimin a.s. Pra, njeriu vetëm nëse i kthehet rrugës Allahut azza wa jalla, atëherë do me thënë ka me gjetë lumturinë e vërtetë. Për ndryshe, kretë lumturit këtu janë kamuflazh. Kretë lumturit tjera janë mashtrim. E mashtron vetën tonë, pse përdor alkohol, valla ta heki stresin. Masandej, prapë kemu kthy çështu. Pse përdor narkotikët, valla me hek të keqen. Masandej, çka do të bën? Prapë kemu kthy çështu. Mirë po kur ti mbështetesh Allahut azza wa jalla, kur e ki besimin kur la yusibana illa ma kataba Allahu lana, thuaj nuk na godet përveç ato që na ka caktuar Allahu azza wa jall. Kur ti nënshtrohesh Allahut në nështrim të plot, atëherë kemi pasë lumturinë se si kemi e gjetë.